يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allah subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që I ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allah subhanahu wa ta'ala. Sot jemi në ditën e fundit të ditëve të mëshirës, pra 10 ditët e para të Ramazanit u krin, dhe këto 10 ditë ishin ditët e mëshirës. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala na ka mëshiruar në këto ditë dhe në ditët e ardhshme inshallah na I fal gabimet tona, na shpëton nga zjarri I xhenemit dhe na I pranon të gjitha adhurimet. Vazhdojmë me komentimin e hadithit me të cilin kemi fillu që dinat të flasmi, hadithin në të cilin flitet për islamin, imanin dhe ihsanin. Çka është imani, çka është islami dhe çka është ihsani. Hadith të cilin pra transmeton nga Omer radiallahu anhu, kur një ditë erdhi Xhibrili alayhis salam në mesin e pejgamberit alayhis salam dhe sahabëve dhe ja bën disa pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra folëm diçka lidhje me kuptimin apo udhëzimet e këtij hadithi, çka na udhëzon ky hadith? Se tham ky hadith është bazë prej bazave të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ky hadith përfshin edhe çështjet e jashtme që duken, edhe çështjet e brendshme që nuk shihen. Tham një prej mësimeve prom folëm lidhje me zbukurimin e rrobave dhe pamjes së jashtme. Kur të vish për me kërku diturin, me mësu islamin, kur të vish në xhami, kur të jesh në mexhlise me njerëz, duke ndëritur me njerëz se si musliman duhet ta prezanton veten si musliman me sjelljet e tij dhe me veshmbathjen e tij. Sot inshallah do të flasim me mësimin tjetër apo udhëzimin tjetër të këtij hadithit, kur Xhibril alayhis salam I tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, çka është Islami? Islami gjithsesi do të thonë nështrim dhe dorëzim I plot ndaj Allahut. Fjala Islam, kuptimi gjithsesi do të thonë nështrim dhe dorëzim I plot ndaj Allahut. Pra çdo çështje tënde, jetës tënde dorëzoja Allahut. Le në kujdesin e Allahut. Çfarë do problemi, çfarë do gale kije, bilju Allahut dhe leja çështjet tënde Allah subhanahu wa taala, sepse ai di më mirë për ti, se çka është e mirë për ti dhe çka është e keqe për ti. Allah çka thot në Kur'an, me një ajet në Kur'an thot Allah Taala, ka sene që ju I urrejni, se I shifni prej jashtë, edhe I urrejni, thot ama është për të mirën juve. Nuk e dini ju çka mshefet pas asajna. Po ka sene që ju I doni, ama është për të keqen juve. Ju nuk e dini çka mshefet mas asajna. E përderisa na nuk e dim, një punë është për të mirën tonë apo për të keqen tonë, një sprova është për të mirën tonë apo për të keqen tonë, atëherë na çka thojna? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi krijesa të Allahut dhe te Allahu do të kthehemi me dhon llogari. Pra ja le punët e tua, çështjet e tua, ja le Allah subhanahu wa taala. Kurse Islami në aspektin terminologjik, sipas fejes, çka do të thonë fjala Islam, do të thotë fe e cila ngrihet mbi 5 shtilla. Pra na kur thojna Islam, gjithsesi do të thonë nështrim I plot ndaj Allah subhanahu wa taala. A fetarisht kur thojna Islam, çka ne kuptojna? Do të thonë feja e cila është ngritur mbi 5 shtilla. E çdo 5 shtilla e përbojnë Islamin. E para është dëshmia, pra të dëshmosh se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I tij. Kjo është shtilla e parë. Pa këtë nuk pranohet asnjë vepër e mirë. Se tash në rend vend e dita falja namazit. E treta dhonja zeqatit. E katërta agjerimi Ramazanit. Dhe e pesta kryerja e haxhit apo vizita e Ka'bës një herë në jetë kush ka mundësi. E këto katra nuk pranohen pa të parën.
Nëse e para nuk kanë rregull, pra besimi, se kur themi na dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahun, kjo mrenda ka shumë sende që duhet t'i dimë. Kuptimi pra i dëshmijës. Çka do të thonë la ilaha illallah? Çka do të thonë Muhammed Rasulullah? Nuk ka vetëm përkthim me thonë dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe ukrimet që ka. Po më çka ka mrenda? Do thonë këta zbërthejna, kur ta sqarojnë këtë dëshminë e parë. Çka nuk kupton? Në kupton se të adhurosh një Zot, i cili është pa fillim dhe pa mbarim, i cili është krijues, i cili është i plot fuqishëm, i cili din gjithçka, i cili sheh gjithçka, dëgjon gjithçka, është i plot fuqishëm, nuk i përngjan krijesave, s'ka nevojë për krijesat e tij. Nuk është i lindur dhe nuk e ka lindur askën. Walam yakul lahu kufuwan ahad, askush nuk është i barabartë me ta. Pra nuk i përngjan kurkujna. Ai është një në emrat e tij, në cilësitë e tij, në veprat e tij. Pra kështu të adhurojsh Allahun subhanahu wa ta'ala. Se dikush na thot la ilaha illallah, apo mendon se Zoti nuk ka i plot fuqishëm. Apo dikush thot la ilaha illallah, apo beson se Zoti nuk di gjithçka. Mendon se Zoti din se vetëm kur ndodhi. Dituria e Allahut përfshin gjithçka, të kaluamën, tashmen dhe tashmen. Dituria jon na dim, kemi dituri, ama dituria jon varet prej ngjarjeve, prej ndodhive, prej mësimit. Deri sot se kemi ditë një sen, që tash sot e kemi mësuar. Do të thonë varet prej kësaj sotit. Apo një zhurmë, për shembull, tash më shune që sajna, e bon një zhurmë. A kena ditë pak më herë se ka mendosh kjo? Nuk e kena ditë. E kur e ditëm kur ndodhi. Ndërsa dituria e Allahut përfshin gjithçka, të kaluamën, tashmen edhe tashmen. Edhe pse s'ka ndodhur diçka, Allah e din se kur ka menduar, si ka menduar. Po edhe diçka që nuk ka ndodhur, sikur të kishte ndodhur, si ka pas menduar, Allah e din. E për këtë, pra kur ta besojsh, kur thosh la ilaha illallah, duhesh me ditë se Allah din gjithçka. Duhesh me ditë se Allah dëgjon gjithçka. Allahu sheh gjithçka dhe është i plot fuqishëm. Edhe me besu se gjithçka që ndodh në këtë botë ndodh me caktimin e Allahut. Nuk kemi drejta me thonë nisan mund me ndodh nisan pa vullnetin, pa dëshirën e Allahut. Asgjë nuk hin në ekzistencë këtë hapësinë, këtë gjësi, kur gjë nuk hin në ekzistencë pa vullnetin dhe dëshirën e Allahut. Edhe rrahja e zemrës tonë, rrahjet e zemrës nuk ndodhin pa vullnetin dhe caktimin e Allahut. Nuk do me vullnetin tonë, pse na po dojna me punu zemra, punon. Se kur na zonë gjumi, shkoj ajo. Apo, më konë dorën tonë zemra, në moment kur na zonë gjumi, na së kujdesin për zemra, apo, se jetu flet. Shkoj zemra, o nalë. Apo ati të cilët pindalet zemra, kur po vdes, po ka na i sul me diçka. Ai me dëshirën e vet, ai po ka qefti punoj zemra, po s'pi punon. U kri më punë ati, apo. E me dëshirën e kuj, me vullnetin e kuj ndodh me dëshirën dhe vullnetin e Allahut. Pra, la ilaha illallah, nuk ka krijues tjetër, nuk ka adhurues tjetër që meriton të adhurohet, nuk ka krijues tjetër që krijon nga mos ekzistenca në ekzistencë, përveç Allah subhanahu wa taala, nuk ka. E atë pra, kur ta thush la ilaha illallah, që la ilaha illallah, këtë që të i ka mrenda, edhe hala qira ka me fol, i përfshin kjo fjala la ilaha illallah. Kur themi pastaj Muhammedun Rasulullah, Muhammedi është i dërguari i Allahut. Po kush është ky Muhammedi? Ku ka jetu? Ku ka lind? Çka ka pas? Çka i ka zbrit atij? Në çka i ka thirr popullin e vet? Në çka i ka thirr ummetin e vet? Dosh me di kjo, të mënda kret Muhammed Rasulullah, ku të zbërthesh dalin këtë këto. E këto me çka bën me mësim. Pra Muhammedi alayhis salam ka lind në Mekë, aty në Mekë moshën 40 vjeçari ka shpallja, fjalët e para, ajetet e para të Kuranit, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pastaj i ka ftu popullin e vet në çka, në besimin në një Zot. E ka ftu popullin e vet në fenë e gjithë pejgamberëve, prej Ademit alayhis salam deri te Isa alayhis salam, të gjithë kanë qenë në Islam. Pejgamberi i parë dhe njeriu i parë ishte Ademi alayhis salam. Pejgamberi i fundit vula gjithë pejgamberëve ishte Muhamedi alayhis salam. Dhe gjithë pejgamberët me daktyre dyve, të gjithë kanë qenë njëjtën fe. Të gjithë kanë ftuar në la ilaha illallah. Ndërsa halali, harami, obligimi, ndalesat to kanë ndryshuar prej kohë në kohë nga Allahu. Allah ka dashur me ndryshu, një send me një kohë ka ndalu, pas një kohë ka leju. Një send Allah një kohë ka leju, pas një kohë ka ndalu. Këto janë i thonë shariat, ligje, këto kanë ndryshuar. Ama besimi kjo la ilaha illallah nuk ka ndryshuar asnjëherë. Krejt pejgamberët kanë ftuar në besimin në një Zot. Ta besosh një Zot i cili është krijues, furnizues dhe është i plot fuqishëm.
Pastaj Muhamedi alayhis salam na ka lajmëruar për disa gjëra që kanë me ndodhur në të ardhmen. Me shpallje nga Allah, sa ai s'ka fol nga mendja e tij. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi s'ka fol nga mendja e tij, po ma merr mendja mua çështë. Jo, ka fol nga ajo që ju ka shpall. Atë që ja ka shpall Allahu, pejgamberi alayhis salam ja ka treguar popullit vet dhe ummetit të tij. Për shembull për atij që na ka lajmëruar për të ardhmen, na ka treguar se ka jeta në varr. Dhe më thonë jeta në varr, ose ka me qenë njeriu në varr, jeta e tij e lumtur, ose jeta e tij ka me qenë në dëshkim, dënim në varr. Këna ka lënë pejgamberi alayhis salam dhe na e besojna më shumë se çka i besojna sive tonë dhe veshit tonë. Se sini jon ndonjëherë na mashtron. Veshin ndonjëherë të mashtron. Më sa diçka, jo më thash, kush foli? Jo më do. Të mashtron diçka veshit, apo ndëgjimi jo. Ndonjëherë sini jo, mos ka vetë sot në filan vendin, jo bas kam kaluar atë. Jo më duk si ti. E për këtë na kur thojna në fjalët e pejgamberit alayhis salam i besojmë më shumë se çka i besojmë sirit tonë dhe ndëgjimit tonë. Pse se këto do na mashtrojnë, a pejgamberi alayhis salam fjalët e tij kur nuk kanë dalë mashtruese apo të pavërteta. Ai na ka treguar se ka jetë në varr dhe na besojmë 100% se ka jetë në varr. A na pëlqen neve, a na kona, as na kona jo, atut, mas tut, ka diçka tjetër. Ama i besojna se ka jetë në varr. Ose thot pejgamberi alayhis salam, varri është bashkë prej bashkët të xhenetit ose grup prej grupave të xhenemit. Nuk ka vend të rejt atë neutral, më thon, unë s'u dua stonë as tonë. Jo, ose bashkë prej bashkët të xhenetit ose grup prej grupave të xhenemit. Pastaj na ka treguar se në varr kanë me ardhi me lajke me mor njeriu në pyetje, kush janë Zoti jot, kush janë pejgamberi jot, kush janë libri jot. E nëse ju përgjigjesh, varri jot ka më bën bashkë prej bashkët të xhenetit. Nëse nuk përgjigjesh, varri jot ka më bën grup prej grupave të xhenemit. E këto dy me lajke janë munker dhe nekir. I besojna se ka pyetje përgjigje në varr. Pastaj na ka treguar pejgamberi alayhis salam se ka ringjallje. Pasi çka throhet kjo gjithësi, kjo botë, kjo dynjë, pastaj ka me pas ringjallje. Do të thonë kena me dalë krejt prej varrave. Pse? Me shku te llogaria, te peshorja, mi llogarit punët tona. Se këto 50 vjeç që jetuan këtë botë, këto 60 vjet, këto të mira që i shfrytzuan këtë botë, ajrin e dillin e hanën e natën e ditën e pasurinë, nën toksore, mbi toksore, gjitha këto që i shfrytzuave. Mos kanë se ti keve shumë i aft, apo ti dha dikush te i këto. Ti dha Allahu. Po jo unë kam nxjerr pasurinë nën toksore, po kush ta dha mundësinë ti me lëviz? Se dikush në spital është i paralizuar apo? Edhe ai ka qef me orton xhami apo ka qef me shku te familja, a më nuk mundet, se Allahu e ka sprovuar me çfarë. E nuk do të më mashtruaj njeriu me aftësitë e vet, apo thoj me aftësitë e tina, me thon unë e kam bën. E mos e pranuan asesi se Allahu ja ka dhënë këto të mira. Edhe Karuni, në kohën e Musa alayhis salam, ishte një me Faraonin. Njëri ka qenë besimtar, por pastaj ka kalu ka unë e Faraonit. E Karuni ka pas pasuri të madhe. Thuhet se dikon 40 persona kanë bajt vetëm qelcet e depove. 40 persona me kuale, me kashë, me mjetë të tjera, kanë bajt qelcet e depove që ka pas, pasurin të madhe. E një ditë i thujnë disa njerëz, o Karun, jep, ndihmo. Jep ju njerëzve nevojtar, ndihmoj, ashtësisht të ndihmoj ti Allah, se Allah ti ta dha këtë pasuri. Tha jo, kjo është nga aftësia ime, nga talenti ime, mençuria ime, unë këto i kam fitu. E çatë e mohoj këtë mirë të Allahut, edhe u largu prej Islamit. E disa njerëz u mashtruan me pasurinë e Karunit, thanë, të kish mi pasë në asë e Karunit. U mashtruan. Sigur sot ka njerëz që janë lakmojnë, që më thon se filoni. Hiç pa interesu se ki filoni, ku ato i mor, çan të i mor, çan të i fituaj, ka me halal, ai ka me haram. Kresoria si të bona unë si ke. E kur erdhi dita, Allah xhaleshan ku jalshoi dënimin këtij Karunit, u hap toka, se ki Karuni ka pas një herë në vit, ka dalë para popullit vet me pasurinë vet, me ushtrinë vet, aty mu tregu se kush jam, një herë në vit ka dalë. E çat ditën që ka pas me dal karshi popullit, Allah xhaleshanuhu i jep urdhër tokës, mu qel toka me përbi Karunin, me familjen e vet, me pasurinë e vet, me ushtrinë e vet, edhe zhdukët Karuni. E ata njerëz dje që thoshin, ti shmikon na si Karuni, çka than atë ditë kur e pa Karunin, thanë shitjes se jam si Karuni. Pse se e pa nga përfundimi i Karunit, se kia ka mendje madh. Ki kam besu se krejt këto të mira nga aftësia ime, suksesi jam. Pa jam shtaj suksesin e ti Allah, me thonë, Allah ma ka dhënë këtë sukses. Allah ma ka dhënë këtë mundësi me pas këtë pasuri. Edhe zhdukja Allah
e shduke Allahu Karunin dhe thanë që njerëzit shiqir se s'kam si Karuni. Sikur sot na ky shumë filoni mashallah gjithë këtë pasuri si që bën edhe të bona se ke, kur tash është mas dimuje në burg, hini në burg 20 vjet, 30 vjet në burg, jo shiqir se s'ka si ke. Mos lakmo. Thuaj jo Zot, je razi, je dakord i pëlqimit me çka që ta ka dhënë Allah, qoftë edhe pak. Mos lakmote që se sa është e joqja, pse lakmote aty? Pse lodhesh me pasurinë aty? Pse lodhesh te llogarit aty pasurie? Merr me punët e tua. Ai ndoshta ka fituar këtë me halal, ai me halal ose ndoshta ka fituar këtë me haram. Ose ka pasuri të madhe, ti e sheh se është i lumtur, po mrenda janë ashtu djeg, ai s'ka asnjë sharahati, ai as xhumi si xhumsën e ban. Ka miliona, po xhumi si xhum nuk e ban. Një xhum çdo me bonatën i del xhumi hina. Borxhlit. Hinën ato fajdexhit, merrën ato, aty pipitutës, pse nuk kanë rahat, se ndoshta si ka fituar me halal. Je razi me qatë që ta ka dhënë Allah subhanahu wa taala. E gjitha këto që na ka treguar pejgamberi alayhis salam janë të vërteta dhe këto janë mrenda fjalës wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ne i besojmë atij gjithçka që na ka treguar, i besojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Islami është të dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. E dita, falja namazit. Me njëherë mas besimit në Allahun, vepra më e madhe, obligimi më i madh është falja namazit. Namazi është ai i cili të dallon besimtarin prej jo besimtarit. Kur ta shish dikant tu fal, çka thotë? Besimtar. E çka dikant tu në xhami, muslimati, s'u thu që feja, se muslimani në xhami apo. Ai ndashta ndodhen ai dhe jo musliman në xhami. A mo këtë shumë përgjithësi, kush në xhami hi muslimani. Domethënë namazi të dallon nga jo besimtari. Shpërblimin më të madh që mund ta fiton njeriu gjatë ditës është shpërblimi i namazit. Miliona me dhon. Mi ndihmu fukarave të varfër, nevojtarë, jetime, kështu non stop të ju dhon parë tan ditën, nuk mundesh me arrit shpërblimin e namazit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, di rekate sabahit sunnet, di sunnet e sabahit, kush i fal, thot janë më mirë se sa krejt kjo dunjë e çka ka në ta. Di rekat, 2 minuta, 3 minuta ti merr. Mi fal di sunnet e sabahit. A mo çato janë më të vlefshëm se sa krejt dunjoja çka ka në ta. Dhe me thonë pasurit në toksorën, bitë toksorën, miliona, miliarda, çato di rekat e kanë shpërbin më shumë se janë më të vlefshëm se krejt çaja pasuri. E besimtari shpërblimin më të madh, se vapin më të madh që mund ta fiton gjatë ditës është falja e namazit. Pejgamberi alayhis salam në shtratin e vdekjes, kur e hupke vetdijen, edhe pasaj u kfjelloj ke vike vetdija pejgamberit alayhis salam, e kanë fal namazin. E fjalët e fundit që i ka thonë pejgamberi alayhis salam ummetit, i ka thonë es-sala, namazin. Namazi është qetësi, namazi është rahati. Namazi është pushim i shpirtit. Nëse kje gale dhe dirë të dënjas, tanë ditën me pune, me probleme me njerëz, e janë xhami, apo falë namazin qetësoj pak shpirtin tanë. Pejgamberi alayhis salam brengët e mëdhoja që i kishte, problemet të mëdhoja që i kishte. E çfarë probleme kishte? E thamë na, nuk i kishte ai problemet e tona. Tona janë shumë të vogla ndaj problemet të pejgamberit alayhis salam, apo gale dhe brengat e tij. Na çfarë brenga kemi? Si mi dal mujnë në fund. Dhe duhet me pagujt faktura, jo banesa, jo i kam të borgje. Këto janë gajlet e tona. Edhe këto na duken se di sa. Sa një kodër e madhe. Pejgamberi alayhis salam e ka pas ditën e krejt ummetit. Jo vetëm asaj kohë, por e ka pas ditën e ummetit deri në ditën e gjykimit. Të i lën porosit, ummetin e vet, si mu përmisu, si mu bë më të mirë, që të dirtë i ka pas pejgamberi alayhis salam. Po çka thojke? Thojke o Bilal, thirrë zonin na qetëso me ta. Tim ta falmi namazin. E thojke kurratu ayni fi salat, gëzimja më i madh është në namaz. Pra ta lën dunjon pak, ti ta qetësoj shpirtin ku në namaz. Jo më ushtriti kokër shpinës në rhija, po ndill me thonë, lem një rast se 100.000 puni kam pasot, tash du mu qetësu, mu relaksu pak. Jo, pejgamberi alayhis salam thojke, rihna biha ya Bilal, na qetëso me ta o Bilal. Pra thirrë zonë tim namaz, e ti lën këto pak këto gali, këto dietë e dunjos. Problemet me njerëz që i kishte me mushrikët e me kundërshtarët e tij. Edhe drejt namaz. A sot na
Kundërtën e bojna. Pse s'pe fal namazin? Le pse I kam 100 migale, pashallah. Le hajde se ja bën qarën falën një ditë. Hajde pak si të plakna, si dalën penzi, si shkojnë haxh ja fillojnë namazin. Po kush po ta garanton ti se ki me dalën penzi? Kush po ta garanton se ki me shkon haxh? Kush po ta garanton se ki me bën 60 vjet? E 65 në dalën penzi. Sa raste kemi ka dalën penzi, as muin e parë e ka hongër penzi, s'ka vdek. Penzinë e parë e ka hongër, domethënë rrogën e parë. I ka një konta ma I ka hec, që tërkush e ka hongër. Kur kush në I garanton se kina me jetu deri nesër. E për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kurratu aini fi salat, gëzimja më I madh është në namaz. E namazi është shtill prej shtillave të Islamit, pra mbi të cilën ngritet Islami. Dhonja zakatit, ki e pasuri, të ka dhënë Allah subhanahu wa taala pasuri, një pjesë e kësaj pasurisë ndaje, pastroj këtë pasurinë tonë të ja dhon fukarave nevojtarëve. Mos jesë se të ketë 2.5%. Nëse zakat 2.5%. Tash ki me miliona, e të ka me të 2.5%. Qish me ja dhon fukaras në të punoj edhe ai për mua? Po Allah të ka urdhëruar, ai I cili ta ka dhënë këtë pasuri, ai të ka urdhëruar një pjesë saj në me ja dhon fukaras. Ajo çaj 2.5% nuk është e jotja. Nëse e shfrytëzon në familjeve të haram e kia, nuk është e jotja. Allah thot në Kur'an për ato për zekat që nuk japin këtë botë. Në ditën e gjykimit pasuria atyre ka mushkëri, edhe me çat pasuri prej zjarrit kanë më fërku gjokset e tinëve si dënim. Pse se kanë dhënë çat 2.5%. Miliona kia tash 2.5% po duken shumë I dhon. Po edhe nëse ke 1000 franka 2.5% japi se janë shumë. Nuk është e jotja ajo. Është haki që tërkujna. Po nëse punoj edhe ai, mua më ka dhënë Allahu unë po punoj, në të punoj më edhe ai. Po. Ama Allah xheleshon shka thon hadith kutsi, o I biri Ademit, jep që të japet I Allahu. Fal që të falet I Allahu. Mëshiroj ti që të mëshiroj ti Allahu. Pra ti kur e jep çat 2.5% nuk jetë edhe për fukaran, se nuk e bën çiraka, s'ka më bëj milioner. Ti jetë e krini urdhër të Allahut. Pe jep zakatin që të non Allah xheleshon që jep bereqet pasurinë tonë, shtuan hala më shumë pasuria. Në thotë I të I bon vetës mi shpirtit tanë, si I të I bon ti fukaras, ai fukarat që të 2.5% sa janë 50 franka, 20 franka, 100 franka, I merr I ha dhe u kri. Allah I dhash bereqet, u kri. Ama ti në bejtët se vapi, në atë botë këta hapësh librin tënë, pikaj këto shpërbimi këto se vapi, atë pasurinë që e dhau atërën. Që të 50 franka që e dhau zekatin. Pra prej shtillat Islamit është dhonja zekatit. Nëse ki pasuri, nëse s'ki pasuri, se ki obligim zekatin. Agjerimi I Ramazanit, prej shtillat e Islamit është agjerimi mujt Ramazanit, të cilin jemi qetash. Është urdhër I Allah. 11 muj hanë pinë kret, vjen muj Ramazan ta pastroj shpirtin, ta pastroj trupin, luktin, të pastroj shton komplet dhe kur dish prej Ramazanit me dal një njeri shton pak ndryshe para jo si shikon në shkort. Në mars do tash me ndryshu, se tash komplet morsi është muj Ramazanit. Jo me a fillu Ramazanit me të parin mars, me 31 mars apo 30 mars, me dal për Ramazanit I njëjti sikur shka ishe në shkort. Duhet me ndryshu pak. Naj sjellje, naj cilësi, naj veti të mirë me ndryshu pak, me pasru. Tash edhe medicina po thojnë, trupi njeriu ka nevojë një herë një kohë me pushu pak nga ushqimi, nga pija. A më që nuk e thojnë Ramazanin. Ti ka nevojë me pushu pak, po kur ka nevojë me pushu? Islami që 1400 vjet, bile më përpara, para këtij ummeti, ka obligim Ramazanin. Ja ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. O ju të cilët keni besuar, agjerimi është më ju obligim, ashtu siç ishte obligim edhe për popujt e mëhershëm. Do të thotë gjithmonë ka obligim agjerimi. Me ta e para urdhën e Allahut, e dita pastron trupin tan. E pastron shpirtin tan. Tash medicina thonë ka nevojë trupin ndonjëherë me pushu nga ushqimi e pijet e të gjitha këto, ama nuk e thonë muj Ramazanit. Ai cili ta pastrohet njeriu është gjatë muajit të Ramazanit, një muaj. Nuk jemi vdek për çfarë një muaj. Edhe plus nuk jemi një muaj me majt agjërim pa ndërprej. Ja fillon mëngjes, e krijnë mbrëmje, edhe për të mirën tonë edhe trupi më I shëndetshëm me gjitha. Edhe fundet prej shtillat e Islamit të pesa shkryerja e haxhit, kush ka mundsi, kush e ka pasuri një herë në jetë e ka obligim me kri haxhin. Me shku me vizitu Qabën, tawafin, I krin disa obligime në haxh, edhe kthehesh, e nëse kthehesh me haxh të pranuar, siç thot pejgamberi alayhis salam, el hajju mabrur, haxhi mabrur, do të thotë haxhi pranuar. Ki shkuën në haxh me pasuri halal, ki kërku halal prej njerëzve këto shka ki bën ndonjë dëm, ndonjë diçka, ki la borxh dhe këtë, edhe po shkon tash në haxh,
me këto e pastruve njerë me njerëzit, tash po shkon atje me pastru shpirtin tan, atje nuk e shtin dikoni, nuk mbrolesh me dikan, nuk e ofendon dikan, nuk bën probleme, e krin haxhin kështu si e kërkon Allah dhe pejgamberi alayhis salam, e ki quhet hax mabrur. E çka thot pejgamberi alayhis salam për hax mabrur? El hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Thot haxhi mabrur i pranuar nuk ka problem tjetër përveç se xhenetit. Do të thosh problemi ti janë xheneti, s'ka që është problem ndaj parë, ndaj diçka, xhenetin. Në qëtën hadith thot pejgamberi alayhis salam, ku shkon në hax, nuk ban kesh, nuk ban dam, nuk ban gjunohe, kthehet në shtëpi, thot sikur a ditë kur e ka lindur nëna e tij. Do të thonë pa asnjë gjuno. Do të thonë haxhi ka një veçori se në hax të falin dhe gjunat e mëdha, nëse ki bën ndonjë gjunat më, shembull ki pi alkoolin, apo ndonjë kamat, apo ndonjë gjunat të madhe ki bën. Haxhi ka këtë veçori se në hax të falin dhe gjunat e mëdha. A namaz falin gjunat e vogla, prej namaz falin gjunat e mëdha. A në hax kur shkosh të falin dhe gjunat e mëdha. Ama me pas kujdes, jo që shtin këtë mshoj këtij në zënja komën këtij, shkelja këtij komën e çka po mshij këtonë, atë çka skallojnë, lloj historia kallojnë atje në hax ka bën njerëzit. Atë shkojnë të tregojnë muskujt në hax. Atje duhesh me shku më tregoj dopt, i thjesht, modest, se ke shku me një vend ku është një shtyllë i Islamit. E duhesh më kthej për atje pa asnjë gjuna. E për më kthej pa asnjë gjuna, duhet më rujt këtive domave dhe punët këqija që të kthej sikur atë kur të ka lindur nëna. Pra kjo ishte çka është Islami, pra Islami ishte këto pesë shtyllën mbi të cilën ngritet Islami. Dëshmia, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, falja namazit, dhënia zakat, agjerimi Ramazanit dhe kryerja e haxhit për atë që ka mundësi. E që është përgjigja pejgamberit alayhis salam ndaj Xhibrilit. Inshallah nëse provojmë folmi për çka është imani, besimi. Islami është diçka praktik. Pra namazi me praktik bëhet, Ramazani me praktik, haxhi me praktik, zakati me praktik. E nëse provojmë ku të folim për imanin, imani është diçka e mbreshme, besim me zemër. Të besojsh Allahun, me lajket, librat, pejgamberët, ditën e gjykimit dhe caktimin e Allah. Inshallah nëse provojmë folni për këtë çështje, e lutim Allah subhanahu wa taala që në këtë ditë të mëshirës na kish mëshiru, e lutim Allah subhanahu wa taala që të na mëson ta kalojmë Ramazan dhe të arrijmë fundin e Ramazanit dhe të dalim prej Ramazanit të falur nga gjunat tona, duke na mëshiruar Allah subhanahu wa taala. Inshallah nuk jemi prej atij të cilët ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mira i cili arrin Ramazanin, edhe Ramazani nuk bën sebeb për më fal atij gjunat. I mirë ai, i cili një muj Ramazan agjeron dhe çike Ramazan nuk bën sebeb më pas falet i gjunat. Pse? Se nuk e ka ruaj gjunë e tij, nuk e ka ruaj çekimin e tij, nuk e ka ruaj dëgjimin e tij, e për këtë ka bën gjunat gjatë Ramazanit, në fund Ramazan del pa ju fal gjunat. Inshallah nuk kemi prej atyre, por bëhen prej atyre që Ramazani na ndryshon gjendjen tonë të jashtme edhe të mbrëmshme dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.